Sedat Paraziti nuk do t'jetë më trajneri i Kukësit, kështu e ka konfirmuar vetë skuadra në faqen zyrtare të klubit, ku shkruhet për largimin e 52 vjeçarit. Bëhet me dije se ndërprerja e bashkëpunimit është aprovuar nga të dyja palët. Klubi shpreh vlerësimin dhe mirënjohjen për kontributin e dhënë, profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar gjatë kohës së angazhimit të tij me skuadrën tonë. Administratori dhe presidenti i Futboll Klub Kukësit falenderon trajnerin Paraziti dhe i uron suksese të mëtejshme në karrierë dhe gëzon respektin maksimal për punën e kryer deri më tani, thuhet në njoftimin e Futboll Klub Kukësit për ndërprerjen e bashkëpunimit me trajnerin Sedat Paraziti. Ky i fundit i afruar gjatë verës ka zgjatur vetëm 5 javë kampionati në drejtimin e Verlindorëve, duke regjistruar një fitore, një barazim dhe 3 humbje. Humbja e fundit, ajo ndaj Pogradesit me shifra të 3-1, solli vendimin e palëve për të ndarë rrugët mes tyre. Kuksi, siç dihet, ndodhet në zonën e ftohtë të renditjes së kategorisë së parë, vetëm 5 javë pas nisjes së kampionatit.